Pas një dekade ndalim, gjuetia është rikthyer në vendin tonë prej disa kohësh. Shoqata e gjuetarëve në Shkodër shpreh të shqetësuar për situatën e gjuetisë, pasi megjithëse ka qenë ndaluar për rreth 10 vite, gjuetia paligjshme ka shkaktuar dëme. Nëse është thënë që moratoriumi ka ndikuar për gjuetin, nuk ka ndikuar absolutisht, por e ka shkatërruar gjuetin, i ka nxjerrë jashta territorit të gjithë gjuetarët e rregullt që janë pranë shoqatave. Sot që flasim këtu, po të dalim nëpër pika ku shitet peshk në gjithë Shkodrën, ke duke u shit rosa, u shit shepka, sepse vetë sezoni i gjuetisë është i atill tashti, shiten në treg lirë. Prandaj këtu është duk flllanza fushës, është duk flllanza malit, po zhduket lepri, është duk lepri po tu shkret, dhe nga kjo punë është duk, sepse bëhet gjueti gjithë natën. Bëhet gjueti 12 muajt e vitit. Në një kohë ku gjuetia ka qenë 15 gusht, 15 mars. Është mbyll gjuetia dhe gjutari i rregullt se ka prek çifte me dorë deri kur hap sezoni i ri. Pa prit pa menu na doli një monetarium ja njëjtën ata. Tu i menu që megjithëse do të kapet më seriozisht. Por që monetarium në mënyrë të organizuar për ç'organizim. Në mënyrë të organizuar shteti vet për ç'organizim. Spostoj policinë, spostoj pjorën, kur kush që kërkon llogari, natën dalin, ditën dalin, pa dash me përmend me emra edhe njerëz që punojnë polici, me drita, me vranë maj, 4-15 lepra në natë me projektora. Aja dihet e punë, tonë ka 20, ka 20 që mbark, vjen të eliminu edhe lepre, vinë tanë. Një tjetër problem për shoqatën e gjuetarëve është edhe mos caktimi i zonave nga institucionet vendore se ku do lejohet të gjuajnë. Absolutisht janë caktuar zonat, sepse kjo po na pengon ne, se pritet nga bashkitë që caktojnë zonat e lira. Nuk ka nolla, la. Kështu që ne jemi në kontakt me pyrohet e bashkive, asnjë lloj informacioni nuk kanë as ata, dhe kështu na kemi mbet, si më thonë, asmish shpesh. Megjithëse ligji i ri për gjuetin sanksionon me masa të ashpra ndëshkuese me gjoba për gjuetin në zona të mbrojtura dhe kapjen e specieve jashtë listës së lejuar ose gjueti pa leje, ku variojnë nga 500.000 deri në 1.3 milion lekë, sërish situata vjen të jetë shqetësuese.